presidenti i atëhershëm Janukovic, që ishte kukull e Putinit, ishte kukull ruse, e refuzoi këtë marrëveshje dhe njerëzit ukrainasë që ishin pro-evropian dhe pro-demokracisë dolën në shesh, rrëzuan atë qeveri, sollën Volodymyr Zelenskyn dhe që në atë moment Ukraina dhe Rusia ka qenë një konflikt të hapur, po pak mbas revolucionit të atij vitit 2014, Rusia aneksoi Krimen duke përdorur separatistë rusë të cilët i mbështeti vetë gjatë gjithë kohës dhe sigurisht që nisi një luftë në Ukrainën lindore, ku ka zona rusish folse në Zaporizhia, në Donetsk, në Luhansk etj, ku në fakt tani zhvillohen luftime atje sepse forcat ukrainase po kërkojnë të rimarrin territorin e humbur tani më jo përballë separatistëve rusë, por përballë ushtrisë ruse, por në atë kohë në Donetsk dhe në Luhansk, që Putini i konsideron republikat pavarura brenda Ukrainës, bëj një luftë midis ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve prorusë të mbështetur nga Rusia, pavarësisht se Putini nuk ka pranuar asnjëherë dhe në kohën kur Obama i thoshte Putinit që ne e dim që jeni ju nga mbrapa, Putini refuzonte.